Horoskopi ditor, enjte 29 maj 2025. Horoskopi ditor i dashit, 29 maj 2025. Ndërsa Marsi ndikon te dashi, sot ka të bëjë tërësisht me veprimin dhe vendosmërinë. Njëritja e energjisë ju fuqizon për të marrë përsipër sfida të reja në punë. Megjithatë, durimi është i nevojshëm, veçanërisht gjatë pasdites kur një aspekt i Mërkurit mund të turbullojë kanalet e komunikimit. Jini të gatshëm të sqaroni qëllimet tuaja dhe t'i dëgjoni me kujdes të tjerët. Financiarisht, merrni në konsiderat kërkimin e këshillave përpara se të bëni investime të rëndësishme. Në frontin personal, entuziazmi juaj mund t'i frymëzojë të dashurit, por sigurohuni që të mos i mbingarkoni ata. Mbrëmja paraqet një mundësi të shkëlqyer për aktivitete fizike që qetësojnë shpirtin tuaj, siç është një vrapim i gjatë ose një stërvitje e fuqishme. Sa i përket marrëdhënieve, hapja është thelbësore. Beqarët duhet të zbulojnë veten e tyre autentike, ndërsa ata në marrëdhënie duhet të shprehin dashuri sinqerisht. Kanalizoni dinamizmin tuaj me mençuri, duke balancuar midis kërkesave profesionale dhe nevojave personale. Ndërsa afrohet muzgu, reflektoni mbi arritjet tuaja dhe vendosni qëllime realiste për agjendën e nesërme, duke përzier ambicie me praktikën. Horoskopi ditor i Demit, 29 maj 2025. Demi, kjo ditë bën thirrje për reflektim dhe fokus meditues. Ndërsa Venusi rreshtohet me Jupiterin, shfrytëzojeni këtë mundësi për t'u lidhur më thellë me vlerat dhe aspiratat tuaja. Vendosmëria juaj natyrore shkëlqen, duke i çuar projektet përpara. Përdoreni këtë energji për të mbështetur qëllimet tuaja, por keni kujdes nga kokëfortësia në mosmarrveshje. Financiarisht, është një ditë premtuese për investime ose planifikim financiar. Qasja juaj pragmatike siguron stabilitet. Në marrëdhënie, Venusi rrit ndjekjet tuaja romantike. Shprehni ndjenjat tuaja më të thella tek të dashurit, duke ushqyer lidhjet. Ndjeshmëria është qelësi, pasi keq komunikimi mund të lindë në mesditë. Jini të hapur për dialog, duke siguruar mirëkuptim të ndërsjellë. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi ngadalësimit dhe relaksimit. Mbrëmja fton kënaqësitë e kuzhinës ose një banjë qetësuese. Qoftë në vetmi apo me shoqëri të ngushtë, shijoni rehatinë e jetës. Së fundmi, gjeni kohë për të çlodhur me një libër ose seancë ditari të thellë. Praktikat medituese sonte mund të sjellin qartësi ëndrave tuaja, duke ju pajisur për ditët që vijnë. Horoskopi ditor i Binjakëve, 29 maj 2025. Sot, Binjak, yjet inkurajojnë përqafimin e dualitetit, duke harmonizuar atë intelektuale me atë emocionale. Mërkuri rrit aftësitë tuaja të komunikimit, duke e bërë atë një kohë ideale për negociata ose socializim. Mjediset profesionale përfitojnë nga shkatësia juaj. Megjithatë, sigurohuni që kurioziteti juaj të mos çojë në shpërqendrim. Fokusi mbetet thelbësor për arritjen e qëllimeve të sotme. Në frontin personal, stimuloni mendjen tuaj me përvoja të reja, ndoshta një hobi ose një bisedë të thellë. Marrëdhëniet kërkojnë dëgjim të kujdesshëm. Të tjerët mund të kërkojnë këshillën tuaj, por mos harroni të lini hapësirë. Financiarisht, jini të kujdesshëm ndaj shpenzimeve të tepërta për tekat. Bisedat kuptimplote në pasdite ndryshojnë perspektivat, duke nxitur intimitetin ose mirëkuptimin në lidhje. Gjeni kohë për përpjekje krijuese, pasi Venusi frymëzon shprehjen artistike. Qasuni shëndetit me ekuilibër. Aktivitetet e lehta të shoqëruara me pushim mendor do të jenë rigjallëruese. Ndërsa mbrëmja afrohet, merrni në konsiderat një takim të lehtë. Reflektoni mbi mësimet e ditës duke vështruar yjet ose duke u angazhuar në dialog që nxit mendimin. Horoskopi ditor i Gafores, 29 maj 2025. Gaforia në ndikimin e hënës sot rrit ndjeshmërinë tuaj emocionale, duke nxitur vetanalizën. Natyra juaj intuitive ju udhëzon në çështjet personale dhe profesionale. Në punë, shfrytëzoni empatinë për të lundruar në dinamikën e ekipit. Edhe pse mund të lindin sfida, qasja juaj edukuese do të zgjidhë konfliktet. Besojini instinkteve, por qëndroni të hapur ndaj këshillave praktike. Ndërveprimet romantike favorizohen. Cenueshmëria nxit lidhje më të thella. Shprehni vlerësim për të dashurit dhe bëni plane së bashku. Gaforet beqare mund të gjejnë interes për dikë që ndan pasionet e tyre. Financiarisht, rishikoni shpenzimet e vazhdueshme, duke siguruar përputhje me qëllimet. Mund të lindin shpenzime që lidhen me shtëpinë, të cilat kërkojnë buxhetim të mprehtë. Kujdesi për veten bëhet parsor,
Kënaquni me një banjë relaksuese ose zhytuni në aktivitete që qetësojnë shpirtin. Në mbrëmje, kaloni kohën në një mjedis të njohur dhe ngushëllues. Reflektoni mbi emocionet e përjetuara gjatë gjithë ditës, duke marrë parasysh se si ato formësojnë udhëtimin tuaj personal. Besoni se vetanalizat e sotme do t'ju udhëheqin me qartësi vendimet e ardhshme. Horoskopi ditor i Luanit, 29 maj 2025. Luani sot sjell një aurë të gjallë, duke nxjerrë në pah karizmën dhe leadershipin tuaj. Ndërsa dielli rrit shkëlqimin natyror të shenjës suaj, iniciativat marrin në qendër të vëmendjes. Jeta profesionale merr një shtys ndërsa ju paraqisni ide me besim. Udhëheqni me integritet, duke frymëzuar ata përreth jush. Megjithatë, ruhuni nga tundimi për të lënë në hije kontributet e të tjerëve. Ekuilibri është i nevojshëm. Në marrëdhënie, jepni ngrohtësi dhe komplimente të dashurve, duke ushqyer lidhjet. Angazhimet shoqërore i gjallërojnë dhe sjellin gëzim. Për beqarët, një takim i papritur mund të shkaktojë emocione. Perspektivat financiare duken të favorshme. Merrni në konsiderat investimet që përputhen me ambicie të afatgjata. Megjithatë, mbani një pasqyrë buxhetore për të shmangur shpenzimet e tepërta. Nga ana shëndetësore, angazhohuni në aktivitete fizike që shfrytëzojnë energjinë tuaj të bollshme, duke rritur vitalitetin. Mbrëmja ofron një shans për shprehje krijuese. Zgjidhni mundësi që pasqyrojnë talentin tuaj personal. Ndërsa relaksoheni, mendoni për arritjet tuaja me mirënjohje. Përqafoni komplimentet dhe njohjen që merrni, duke i lënë ato të nxisin përpjekjet e ardhshme. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 29 maj 2025. Virgjëresha, rreshtimi planetar i sotëm inkurajon saktësinë dhe fokusin. Shfrytëzojeni këtë energji për të përballur me detyrat e mbetura pezull me zell. Ndikimi i Mërkurit mbështet aftësitë e zgjidhjes së problemeve, duke e bërë atë një ditë ideale për planifikim strategjik. Sigurohuni që komunikimi të mbetet i qartë për të shmangur keqkuptimet në mjediset e ekipit. Vëmendja ndaj detajeve në çështjet financiare ja vlen. Rishikoni buxhetet dhe investimet për optimizim. Marrëdhëniet përfitojnë nga natyra juaj e vëmendshme. Ofroni ndihmë dhe udhëzime, duke forcuar lidhjet me të dashurit. Beqarët mund të takojnë ndikë interesant përmes aktiviteteve ose interesave të përbashkëta. Shëndeti nuk duhet të lihet pas dore. Përfshini praktikat e vetëdijes për të balancuar lidhjen mendje-trup. Një shëtitje e qetë ose një seancë joge ndihmon në lehtësimin e stresit. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, kënaquni me prirjen tuaj për organizim. Pastroni hapësirën tuaj si fizikisht ashtu edhe mendërisht, duke nxitur një mjedis të favorshëm për rritje. Reflektoni mbi produktivitetin e ditës me kënaqësi, duke u përgatitur të vazhdoni vrullin tuaj edhe nesër. Besojini natyrës suaj të kujdesshme për të udhëhequr suksesin. Horoskopi ditor i Peshores, 29 maj 2025. Peshorja, tema e sotme është ekuilibri, duke ju nxitur të harmonizoni sferat personale dhe profesionale në mënyrë të përsosur. Venusi, planeti juaj sundues, rrit sharmin tuaj, duke nxitur ndërveprime harmonike. Në punë, përqendrohuni në bashkëpunim dhe diplomaci për të zgjidhur konfliktet. Përpiquni për ekuilibër në vendimmarrje, duke marrë parasysh të gjitha perspektivat. Kuptimi juaj intuitiv ndihmon në lundrimin në marrëdhënie. Shprehni ndjenjat hapur për të shmangur paqartësinë. Mbledhjet shoqërore rezultojnë të këndshme, duke forcuar lidhjet. Beqarët mund të gjejnë partner potencial gjatë ngjarjeve të komunitetit ose përpjekjeve artistike. Financiarisht, tregoni kujdes me shpenzimet, duke siguruar që vendimet mbështesin stabilitetin e ardhshëm. Sa i përket shëndetit, angazhohuni në aktivitete që nxisin relaksimin, si meditimi ose ushtrimet e lehta. Ndërsa mbrëmjet shkojnë, përqendrohuni në vetëreflektim. Ndjekjet artistike sjellin gëzim. Merrni në konsiderat pikturën, muzikën ose shkrimin për të çlodhur. Inkurajoni ekuilibrin midis kohës së lirë dhe detyrimeve për të maksimizuar përmbushjen. Konsideroni ndërveprimet e ditës, duke vlerësuar aftësinë tuaj për t'i bashkuar njerëzit në mënyrë harmonike. Mbajeni këtë ekuilibër duke ecur përpara, gati për të përqafuar sfidat e ardhshme. Horoskopi ditor i Akrepit, 29 maj 2025. Akrep, sot është gati për transformim dhe vetanalizë të thellë. Ndikimi i Jupiterit rrit qëndrueshmërinë tuaj, duke ju shtyrë të përpiqeni për te kufizimeve. Përpjekjet profesionale përfitojnë nga natyra juaj hetuese. Kërkoni të vërteta për të zgjidhur probleme komplekse. Besojini instinkteve tuaja,
por mbani emocionet nën kontroll për të shmangur tensionin e panevojshëm. Marrëdhëniet kërkojnë transparencë. Komunikoni hapur me partnerët për të forcuar lidhjet. Akrepët beqar mund të tërheqin admirues, të tërhequr nga misteri juaj. Financiarisht, është një ditë e favorshme për të rishikuar planet financiare. Merrni në konsiderat strategjitë për rritje afatgjat. Përmirësimet shëndetësore vijnë nga prioritizimi i mirëqenies mendore. Aktivitete si meditimi ose mbajtja e ditarit ofrojnë qartësi dhe ekuilibër emocional. Ndërsa dita mbaron, merruni me një hobi ose interes që ju ma gjeps. Angazhohuni në diskutime kuptimplote me miqt ose familjen, duke lejuar njohuri personale. Reflektoni mbi transformimet e sotme, duke njohur rritjen. Lërini këto njohuri të udhëheqin rrugën tuaj, duke përqafuar ndryshimin si një burim të vazhdueshëm force dhe ripërtëritjeje. Horoskopi ditor i shigjetarit, 29 maj 2025. Shigjetari në dritën kozmike sot, aventura dhe mundësi të shumta. Prania dashamirëse e Jupiterit amplifikon entuziazmin dhe optimizmin tuaj natyror. Përqafoni ide të reja në punë, duke nxitur inovacionin dhe rritjen. Shpirti juaj aventuresk frymëzon kolegët, duke nxitur një mjedis bashkëpunues. Megjithatë, sigurohuni që projektet të jenë të bazuara në realitet për të shmangur mbi ngarkesën. Perspektivat financiare duken të ndritshme. Investimet e mundshme mund të sjellin kthime premtuese. Në marrëdhënie, natyra juaj e sinqert vlerësohet. Megjithse keni kujdes të balanconi ndershmërinë me ndjeshmërinë për të shmangur keqkuptimet. Beqarët mund të takojnë individi interesant përmes udhëtimeve ose ndjekjeve intelektuale. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë në aktivitete në natyrë, duke rritur vitalitetin. Mbrëmja sjell një nxitje për të eksploruar njohuri filozofike ose ezoterike, duke pasuruar botkuptimin tuaj. Angazhohuni në biseda të thella me ata që sfidojnë perspektivën tuaj. Reflektoni mbi përpjekjet tuaja aventureske, duke menduar për mësimet e nxjerra dhe duke i përqafuar ato si trampolin për zhvillimin personal. Përgatituni për çfarëdo që kozmosi mund të ofrojë më pas. Horoskopi ditor i Briciapit, 29 maj 2025. Briciapi, sot inkurajon zellin dhe disiplinën, shenja dalluese të zodiakut tuaj. Ndikimi i Saturnit e stabilizon vendosmërinë tuaj, duke e bërë atë një kohë të përsosur për vendosjen dhe zbatimin e qëllimeve. Përpjekjet në punë përparojnë pa probleme kur trajtohen në mënyrë metodike. Bashkëpunimi ofron njohuri të reja. Ndani njohuri për të përmirësuar punën në grup. Financiarisht, menaxhimi i kujdesshëm siguron stabilitet. Merrni në konsiderat ndërtimin e kursimeve tuaja për sigurinë në të ardhmen. Marrëdhëniet thellohen përmes kohës cilësore dhe përgjegjësive të përbashkëta. Komunikimi i hapur nxit respektin dhe mirëkuptimin e ndërsjell, thelbësor për harmoninë. Beqarët mund të zbulojnë lidhje përmes rrjeteve profesionale ose interesave të ndërsjella. Kushtojini vëmendje shëndetit duke përqafuar një rutinë të strukturuar. Dieta dhe ushtrimet përputhen për mirëqenien fizike. Ndërsa dita përfundon, përqendrohuni në projekte personale që kërkojnë vëmendje ndaj detajeve. Organizoni dhe planifikoni për aspiratat e ardhshme, duke përforcuar rrugën tuaj. Mbrëmja është ideale për meditim ose reflektim të qetë, duke vlerësuar arritjet aktuale dhe duke planifikuar kursin përpara. Qasja juaj e disiplinuar fuqizon suksesin, duke siguruar gatishmëri për mundësitë e ardhshme. Horoskopi ditor i Ujorit, 29 maj 2025. Ujori, fokusi i sotëm është te inovacioni dhe origjinaliteti. Urani fuqizon shpirtin tuaj shpikës, duke inkurajuar eksplorimin e shtigjeve të paeksploruara. Profesionalisht, kjo është dita juaj për të shkëlqyer me zgjidhje krijuese. Bashkëpunoni me individ me mendësi të ngjashme që vlerësojnë qasjen tuaj vizionare. Financiarisht, qëndroni të hapur ndaj mundësive jo konvencionale që mund të sjellin përfitime të papritura. Në aspektin shoqëror, perspektiva juaj unike tërheq njerëzit. Ndani mendime hapur për të frymëzuar të tjerët. Marrëdhëniet lulëzojnë në angazhimin intelektual. Gjeni kohë për diskutime që nxisin mirëkuptimin dhe rritjen. Beqarët mund të tërheqin partner të intriguar nga ekscentriciteti juaj. Sa i përket shëndetit, përfshini aktivitete që stimulojnë si trupin ashtu edhe mendjen. Yoga ose tai chi mund të përmirësojnë mirëqenien dhe ekuilibrin. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, merruni me hobi ose projekte që ndezin pasionin. Eksperimentimi në shprehje artistike si muzika ose arti digital sjell kënaqësi. Reflektoni mbi përpjekjet tuaja krijuese,
duke njohur ndikimin e tyre në jetën tuaj personale dhe profesionale. Përqafojeni të nesërmen me të njëjtën kreativitet dhe hapje. Horoskopi ditor i Peshqve, 29 maj 2025. Peshqit, energjia qiellore e sotme nxjerr në pa empatinë dhe kreativitetin tuaj. Neptuni rrit aftësitë tuaja intuitive, duke udhëhequr ndër veprimet dhe vendimet. Në punë u besoni instinkteve tuaja. Ato çojnë në zgjidhje që të tjerët mund t'ja anashkalojnë. Nxitni mjedise mbështetëse duke ofruar dhëmshuri dhe mirëkuptim. Projektet bashkëpunuese përfitojnë nga idetë tuaja imagjinative. Financiarisht rishikoni planet me qartësi, duke shmangur impulsivitetin. Marrëdhëniet thellohen përmes edukimit dhe komunikimit të hapur. Beqarët mund të gjejnë partner të mundshëm në qarqet artistike ose shpirtërore. Shëndeti kërkon vëmendje. Angazhohuni në aktivitete që promovojnë paqen dhe relaksimin. Të tilla si ushtrime të frymëmarrjes së thellë ose noti. Mbrëmja është perfekte për ndjekje artistike. Pikturoni, shkruani ose dëgjoni muzikë për të rigjallëruar shpirtin tuaj. Angazhohuni në reflektim personal, duke kuptuar emocionet e ditës dhe implikimet e tyre. Ndërsa përgatiteni për gjumë, meditoni mbi ëndrat dhe aspiratat tuaja, duke lejuar në ndërgjegjen tuaj të lundrojnë nëpër sfida. Lërini përvojat e sotme të forcojnë vendosmërinë tuaj, duke ju përgatitur për mundësi dhe rritje të ardhshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.